ke filluar ti të eksperimentosh me drograt? Unë në atë kohë mbaj mend që në xhep mbaj edhe një thik të vogël, edhe si më thënë ajo çari bie tash, ajo gjëja, bishti i thikës ishte biles edhe me kështu me ngjitse, me shumë ngjitse. Unë e them këtë gjë në mënyrën më jo krenare të mundshme. Isha me thikën në xhep, isha me një rreth të cilët dashur pa dashur, edhe pse nuk ishte lloji im intelektual, le të themi, unë duhet të rrija me ata, qoftë për të pasur një mbrojtje shpatullash, apo qoftë edhe për të bërë dhe unë pak si të tjerët, sepse ishte ishte ngarkuar nga bullizimi i tepërt, duke qëndruar në ato qarqe, duke qenë se po flasim për 97, 8, 9, 2000-ën, në cilën le të themi veset apo kalimin vese nuk ti them më i lehtë, apo jo, ndoshta tani është më i lehtë. Atëherë ishte më tabu ai njeriu që pinte një teke bar, për shembull, edhe ai ishte ai njeriu që pinte drog. Kjo ka qenë periudha të cilët unë eksperimentova me drograt. Kam eksperimentuar me barin, me marijuanën, pa diskutim pastaj pa diskutim. Mund mos ishte diskutuar. Pra, me kalimin e viteve kalova gjithë procesin e çdo materiali tjetër sintetik organik. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.